Miq, ju përshëndes dhe ja ku jemi me mikun ton, mikun tuaj, Aleksin. E di ke munguar të mërkur për shkak se ka bë se bep, ai sa i lexojmë situatën se nuk kemi diçka zyrtare, kjo protesta këtu ose tema për çka është arsyeja që edhe këta njerëz janë në të shesh të mbledhur për familjen. Edhe ne në podcastin e fundit, në Piskast, e kemi bërë për familjen. Pikërisht për këtë që po zhvillohet sot. Për këtë që po zhvillohet sot dhe që kaloi një ditë pas apo dy ditë. Një ditë pas podcastit ton, pas bisedës ton me Aleksin, kaloi direkt në parlament dhe u miratua nga njerëzit më të përzgjedhur të popullit ton shqiptar, siç janë ato maskaret politikan që ngrojnë karrikën dhe marrin nga 4 milion lekë. Ato siç ka është deklaruar zyrtarisht se miliardat glojnë atje dhe për çfarë? Për të shkatruar për thamën e familjes, shoqërisë dhe Shqipërisë. Po na zhbëjnë për sa i përket çdo aspekti njerëzor, moral dhe familjar. Do të ishte më shumë njerëz këtu. Ka, por do të ishte më shumë se është, le themi, fundi. Meqense takova dhe Aleksin shumë rastisht këtu, më do të qefi që si unë dhe Aleksi, ne kemi dëshmuar këtë gjë që jemi po në të njëjtën linjë, po në të njëjtin mendim dhe ajo na ka bërë që të jemi bashkë për t'i thyer dhe përgjigjet gjithë atyre që sa herë që ne mungohem, edhe pse munguam 8 mërkur për këto arsye dhe uroj që të zgjidhet sa më shpejt ky problem. Ja ku keni Aleksi, nuk kemi asgjë si gjithmonë, vetëm shpatas mas muajit të çe ki bë Altini, çe ki bë Aleksi. Jam okay, jemi në paqe totale, siç kemi qenë që në emisionin e parë. Kjo është e rëndësishme dhe është për të vlerësuar. Dhe uroj që të jetë sa më gjatë kjo gjë. Dhe unë kam nisi fushat Aleks, po nis edhe me ty. Dua që të bëj një pyetje të thjeshtë, përderisa je edhe këtu. Ti e ke dhënë, domethënë edhe me fjalë tjera, përgjigjen, por do doja që ta nisi fushat prej javësh, muajsh, ndoshta pse jo, të ngasmojsh pak shqiptarët, qytetarët, të them se çfarë është familja, se këto me këto gjëra që po na ushqen, po na japin ditë tjera që ndoshta ne nuk dim t'i kthejmë përgjigje se çfarë është realisht familja. Në botën tënde, në mendimin tënd, si ushqyer ti, çfarë është familja sipas teje? Familja është qeliza e shoqërisë. Është ardhmja e çdo vendi në botë. Është ajo që jep vlerë, jep vazhdim, jep kuptim shumë gjërave në jetë. Nga momenti që këta përpiqen që ta shuajnë dhe ta shëmbin këtë vlerë kaq madhore dhe parore në jetën e njeriut, aty pastaj ato kanë arritur te ai kulmi ku nëse arrin ta realizojnë këtë si plan djallëzor komplet që është, atëherë merr fund gjithçka. Nuk ka më themel, nuk ka më mbazament, nuk ka më ku të qëndrojë mbi. S'ka, fund. Aty shemet themelet, shemet çatia, moret, bie shoqë gjithçka. Disa e kanë marrë me shumë vurull për të arritur këtë gjë, por nëse neve arrim të bëhemi bashkë me një mendje, me një shpirt, me një zemër, atë gjë ata s'kan për të arritur kurrë. Dhe i bëj thirrje gjithë njerëzve që t'i japin një përgjigje të fuqishme atyreve që duan ta shemin këtë vlerë kaq madhore. Ju të zgjohen, të arrin ta kuptojnë, si ndoshta edhe se kuptojnë. Prandaj edhe pyetja ime është çfarë është familja, se ndoshta ne shqiptarët, ne njerëzit frymorët, s'arrim ta kuptojmë çfarë është familja. Familja është gjëja më e shenjtë që ka bekuar Zoti. Ja, bëjmë edhe direkt tu. Aleksi gjithmonë është me nënën e tij, si familje e mrekullueshme, bukur, kanë ardhur tu. Djali më është i rritur, është bërë burr, dhe unë prap i ri prap. Bravo. Prap kemi marrëdhënie të mira, shoqërore dhe duat që i rriga mbrapa të djalim edhe një gabim të vogël ta korrigjoj. Pra familja është e shëndoshë, familja. Që qëndron gjithmonë pas, qëndron gjithmonë. Që nuk kanë Është e streja. Streja familjare. Është shtylla kurrizore familja e shoqërisë. Që nuk kanë nevojë fare për mua, ky është i zgjuar që lavdi Zotit dhe po shkon në rrugën e Zotit, po prapë i rim mbi kokë sepse një familje, dhe familja është shëndosh. Dhe ky gozato, ky pushti i BE-s do që të na shkatrojnë, të bëjmë të ndërruar, të bëjmë gjën më të shenjtë. Të bëjmë të prishim gjën e shenjtë, ai shëndet. Ai gozato, ai i poshti do bëjmë LGBTQ-ne, por ne nuk bëjmë LGBTQ-neve. Ne jemi familje e shëndosh, ne jemi që ndjekim urdhën e Zotit dhe për këtë arsye ne do flasim, do qëndrojmë për krah familjes dhe nuk do lejojmë gozaton dhe BE-n që të na shkatrojnë neve. Ne jemi pro familjes, pro familja
Rrofë Altini. Rrofshin shqiptarët Jemi shqiptar, japin atletar, dorë njëri tjetrit. familjar dhe do i qëndrojmë këtyre vlerave sado ato që të përpiqen tani ti minojnë këto vlera. Nëse ne bëhemi bashkë si shqiptar, pro shqiptaris, pro familjes, atëre asgjë s'ka për të na bëjë, sepse bashkimi bën fuqinë, siç na i ka mësuar dhe i madhi Gjeli Kastrioti atje. Prandaj unë mblodhem në këtë shesh me simbolin në fond të një heroi ton kombëtar më të madh, por të çuar një mesazh të fuqishëm atyreve që duan që ky vend të rrafshohet nga vlerat që e karakterizojnë. Le mos ja bëjmë qefin, le të qëndrojmë fuqishëm në ato që dim edhe do i vazhdojmë t'i mbajmë derisa të jemi gjallë, edhe asnjë s'ka për ta bërë. Alex, unë për shkak të shumë episodeve që kemi bërë, më takon që të bëj një pyetje, qoftë për ata që na ndjekin vazhdimisht, janë ndjekës të rregullt. Ne kemi pas një linjë tonën që themi që jemi kundër protestës. Dikush nga ata që po na ndjek tani mund të thotë për shembull, si ka mundësi se Alexi këtë thotë që jemi kundër protestës dhe këtu ka marrë pjesë, domethënë. Mund na shpjegosh pak të pjesë që çfarë është kjo që po ndodh sot dhe përfshirja jote në këtë gjë dhe cila është diferenca midis protestave tjera? Shiko, realisht nuk është se ka përndryshuar diçka, sepse ato kanë marrë vendimin. Gjithsesi, neve nuk na pyet njeri, jemi popull i thjesht, edhe po ta shohësh këtu, edhe pjesëmarrja nuk është mjaft e fuqishme. Nuk është e lartë. Por që ka një diçka që të paktën të mblidhemi aq sa kemi mundësi, na kapin këto kamerat meqense jetojmë në botën e teknologjisë, edhe të shkojë një mesazh që të larg, jashtë të vendit. Se mos bën diçka ata, se neve këta këtu na kanë shitur gjithë. Nga këta nuk presim shpëtim neve. Po të paktën të bëj diçka dikush, një Trump për shembull, qoftë me u nisu nga ato politikat e tij, interesat e veta, interesat e veta, por prap ne do ishim me Trumpin nëse do ishte kundër kësaj gjës, domethënë edhe për Shqipërinë ose do ndikonte ose do bënte diçka, domethënë sado që ne ndoshta mund të jemi kundër politikave të tjera të Trumpit. Sepse ai atje po thot prindi babi dhe mami, nuk po thot si këta këtu prindi një prindi dy. Është e kundërta e kësaj domethënë. Faktën ta kapi çik të shohin, të japi mesazh atyreve matan oqeanit, që shikojnë. Po sipas teje tani kjo tregon që Europa qen ka më zi se sa Amerika? Europa është fundu, por ka marrë fund Europa. Ka marrë fund fare, është më keq se sa Amerika. Ajo është kalbur komplet, i vlerat i kanë fshirë prej kohësh. Për shembull Gjermani, që është kreu i gjithë Europës, aty në çdo institucione shtetërore aty ke flamurin e këtyre LGBT-ave. Aty që nis kalbja, sepse peshku kelbet nga koka, dhe koka e Europës është Gjermania. Kur nis që atje imagjino çka ka ndodhur me vendet e tjera pastaj. Tani duan të na i bëjnë të gjë edhe këtu. Na injektojnë kancerin e barazive gjinore, barazinë e sëmundjeve mendore. Na e kalojnë si diçka normale. Le mos ta lejmë të kalojë kjo gjë. Pak të zgjon ndërgjegje ke gjithë secili nga ne, domethënë, edhe kjo siç ka është organizuar sot nuk ka lidhje fare me asnjë parti, me asnjë lloj politikani, se do shihen ndryshe, se po të kishte një politikan këtu do të kishte akoma më shumë njerëz. Janë ca të PD-s atje, por nuk marrin pjesë, nuk janë aktiv. Okej, më ato janë përfshirë, po duket si një nuk votuan, por mund të kishte reaguar, Isha unë protesta parë, erdi Saliu, ashtu reaguar. Po ndarë kësë erdi Saliu, se u kam qenë nga mëngjesi deri ndarë këtë ditë atje. Nga që fundi këtu da Gonzatos, e përzu Saliu të marri pjesë në parlament. Prandaja, ky Gonzatos i kam shumë në to janë, ashtu si në Angli, to janë që do të temë to janë në febrë shprejnë shkërdata. Ore pushta janë. Ky Gonzato mbështet televizin e LGBT-ve dhe ku bëshin parada, këta e kishin vit parat edhe mbështet televizin e burr. Edhe tani vjen ky, na jep mend tani thonin ndryshoni dhe ju se a shumë kanë thënë mua ata shefat e mi, ta degradojmë këtë botë fare. Edhe këtë Shqipëri kaq të vogël, kaq të mrekullueshme, një nga pak vendet që ruan traditat apo. Ja, dielli ka lind pra por e kanë myt. Edhe kjo është një problem dielli. Ta sikur e dini që do bëhej kjo këtu, edhe na spërkasin na thartojnë trut se ata duan që mos mendosh. Kjo e bën atë gjë. Të mpin trurin, pin trupin, të mpin gjithë ato anë mendimin kritik të gjërave, të smunë gjitha. Nuk reflekton, dhe kur i thuaj që në qiell po edhin Jo, janë avionë, thjesht janë avionë, tymi avion. Se di tjera nuk kalojnë avion, kur s'ka për të. Di tjera po. O njerëz, o shqiptar, çotem o ignorant, po zjoni më, bëni të zgjuar, reflektoni, nuk po theni se të bëni si themi ne, të bëni si thot Zoti dhe si është realiteti. Po jeni indiferent, ju tani gjuhë, keni
këtë rrogën e vogël, keni një dashnore, keni një shtëpi të vogël aty dhe kënaqen, jam rahat. Hajde më Po do ja u marrin dhe atë, më do ja u marrin dhe Ne pa atë. gjetur ne pa. Se kështu që kanë nisur këta, do na sa i përjashtojnë gjitha. Vërtet neve që ne punojmë nga pak, po aman vëm bamirësira dhe ne na i shton Zoti, sepse ngrimi për të drejtat tona. Dhe njeriu që ka guzim, kjo tregon që njeriu është dhe Zoti thotë i guzimshi është burrorori. Të flisni o Zoti sepse po nuk folëm neve do flasin burrët. Do thonë do bjerë tornet. Prandaj doni që mos bjerë tornet. Çoni ore o idiota, ja unë jam një grua mbi 60 vjeçë, po marr unë çon se dua për mirën e djalit tim, për mirën e. Po kjo është familja pra, trashëgimia, shoqëria, gjitha. Kjo është ajo që t'japin dorë njëri tjetrës. Ju falenderoj shumë. Skënderbeu që folën që parë që jemi këtu poshtë Skënderbeut, edhe ky atë tha, bashkoni që ti luftojnë. E vërtet është. Bashkimi bën fuqi, atë ka thënë edhe nga fjalët që të bashkohemi, kemi një zë dhe zërin tonë nuk e mbyt as një gjë në botë, as gozatë pushti dhe as ato ambasadorët, ato qelbësi. Gjithë maskarej. Maskarej ato gjithë. S'kan frikë fare, s'kan frikë. Le ta heqë dhe rrogën dhe pension që le ta heqë. Dhe ta mbyllim me këtë, kush guxon, kush di të reagoj, ai është një njeri i gjallë. Nëse doni të jeni të gjallë, guxoni, mbroni vlerat. Atëherë do filloni të jetoni. Atëherë jeni gjallë. Jo e tradhtarëve, vdekje tradhtarëve dhe rrov Shqipëria. Faleminderit. Ju përshëndesim. Ja,